Presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se vendet europiane po përgatiten për një konflikt të mundshëm ushtarak me Rusinë, ndërsa analizoi faktet, arri në përfundimin se një luftë midis Europës dhe Rusisë po bëhet gjithnjë më e dukshme. Këto nuk janë fjalë boshe, të gjithë po përgatiten për të, tha Vučić teksa komentonte deklaratën e shefit të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura franceze, Fabien Mandon, se ushtria franceze duhet të jetë gati për një përballje direkte me Rusinë brenda 3 deri në 4 vitesh. Vučić deklaroi gjithashtu se Serbia është gjendur midis një vendi të vështirë, mes objektivave kontradiktore të ndjekura nga vendet perëndimore dhe Rusia. Sipas tij, Serbia duhet të vazhdojë të forcojë forcat e saj të armatosura për vetmbrojtje. Në këtë kuptim ne duhet të përgatitemi, ne duhet të vazhdojmë të investojmë shumë dhe të punojmë në mënyrë që të mund ta mbrojmë më tej vendin, të forcojmë forcat tona për mbrojtjen ajrore, mbi të gjitha të përpiqemi të ndërtojmë një lloj kupole mbrojtëse mbi Serbinë, gjë që është shumë e vështirë dhe kërkon shumë para, tha Vučić.